Ja ku jemi, mirëmëngjes. Një përshëndetje ngrohtë për të gjitha familjet, për të gjitha anvisat, për të shqiptarët kudo që janë dhe festojnë sot Bajramin. Gëzuar kudo që jeni, po të ato që nuk festojnë normalisht, ne jemi i vetmi popull që festojnë çdo lloj feste fetare. Sepse kemi një harmoni. Po, bashkëtesa më fetare që ekziston në Shqipëri. Sepse dhe ke familjet që janë bashkuar të dy feve për shembull dhe festojnë të gjitha festat. Për shembull sot në disa familje mund të jetë bashkëshorti musliman, mund të jetë bashkëshorti ortodokse, por festa festohet apo jo, ose ana sjelltas. Kur unë kisha nënën për shembull, normalisht nëna muslimane ne festonim ndryshe, por kur është puna për festa dhe për ushqim, nuk pyesim ne. I grem perdet gjitha. Atëherë, sot kemi po patjetër që janë në traditë, dhe a ka fest pa byrek me shumë pet? Tani të hapura vetë ose me peta të gatshme, unë ja kam lecuar pak vetes, sepse do shkoj dhe në shtëpi dhe do gatuaj. Thash Albana, bëj një byrek me peta të gatshme, shumë mirë nëse ju doni t'i hapni vetë, e dini, ja të bëj një kthes të duhur, ju e dini shumë mirë. Ja hapni petët, me çfarë? Do shtoni mielin, diku te 500 deri në 600 gram, te mielli do shtoni ku është kripa, është sheqeri, patjetër kur është vaj, është dhe pak uthulla dhe bëhen to, nëse nuk doni shtoni uthull dhe vaj, shtoni pak sot dhe keni çapetësh. E largoj, po të them të drejtën jam simpatizante e brumit të bërvet. Ktu kam byrek me mish të grirë. Mishin e grirë e kam vendosur, shiko, e kam vendosur derisa është kokërizuar. Goja lëndë më shkon. Se të bëhet me domatet pastaj dhe bëhet ajo masa me qep, mish të grirë dhe shumë domate. Dhe këtu kam domate që unë i kam prerë mesatarisht, jo të vogla, sepse dua ta ndjej atë shijen e domates. Këtu, tashmë që unë i kam pothuajse të bëra, do të shtoj edhe domatet, dhe normalisht t'i lëm të zbuten, në derisa të shohim që domatet janë zbutur. Edhe të ndihmoj pak me lugë. Për një herë, këtu kam tretur pak gjalp, sepse dua që petët jenë me gjalp. Do të shtoj. Piper me mas, edhe kripën deri këtu. Kam trunës. Ja, që të gjitha. Do thoni ju nuk kam shtuar fare vaj. Fare s'kam shtuar vaj. Gjë që shtoj tani. Përse nuk kam shtuar vaj, sepse kam përzierjen me ujin, edhe qepën më pas, edhe ja. E mirat është që edhe të zbuten, por dhe të qëndroj shija e domates. Po. Pra, të kem shijen e domates. Kam petët e gatshme. Që, sa po i marim, i lëm pak në ambient. Nuk i hapim direkt dhe i heqim nga qesa, sepse ka atë vetin që thahen. Po. I largoj. Po dhe marr. Ti kem. Bëj një spërkatje vetëm me vaj. Jo me gjalp. Dhe edhe pak të rëjmë. Faktikisht, po duhet njëshe njërë peta.
është Do bëj një kjo zarf. zgjidhje sot një byrek është në tryez në këtë fest. Që zgjidhet sipas shijes. Kanë visa që i gatuajnë byrekët të ndara në dy shije, për shembull, se bëjnë 2-3, secili ka preferencat e veta në familje. Po pse mi prindrit tani shikojnë për gjithkohën? Ne shtojmë sa kohë ne do të bëjmë këtë shtrimin e petëve, bëhet gati dhe mbushja. Direkt. Opa. Gjalpin e kam vetëm për sipër, sepse nuk duhet që të marri të ketë yndyrë. Pakës. Ka një rëndes dhe prandaj u mundojmë që të shtoj shumë peta. Ja të shkoj dhe në frigorifer se kam disa peta të tjera. Për ta mbuluar, mund ta bëjmë me 1 ose me 2 shtresa. Po qepa, mishi grirë dhe domatja janë 3 përbërësit kryesorë për harxhin apo për mbushjen e byrekut. Erëzat pastaj janë kështu domosdoshme sepse i nxisin më shumë shije. Mundohuni gjithmonë të vendosni sa më shumë petë poshtë. Sipër, na duhen më pak. Me që unë do bëj një mbushje të duhur, tani tek bimët aromatike, faktikisht nuk do bimë aromatike. Kalem atë shijen e domates, po do ato erza, kripa, Po piperin, kripa, piperi, trumza. janë kombinimet e Trumza, çdo ose rigoni, po rigoni i freskët, jo rigoni, sepse trumza dhe rigoni janë vërtet të një familje na duket ne, por nuk kanë shije të njëjta. Nëse unë do t'i shtoj majdanoz më pas, filloj dhe e t'i tërsoj pak shijen. Më duhet edhe pak sa fare, shiko sa fillon e merr atë të ngjyrën portokalli. Është një ngjyrë ndjellëse. Dhe mbas kësaj pete, patjetër që unë do të shtoj mbushjen. Kemi gjithmonë parasysh Djeta ajo aroma e trumzës. anët që të jenë, qoshet, që të jenë, të kenë mbushje. Do të shtoj fillim edhe fare petët e këtë tjera. petën që është më e tharë. Pra, tamam si një shtratë. Ose ngarkoni jo djath, jo nuk shkon. Nuk shkon. E vendosim që të më sipër. Hop, këtu. Ja. Një bëjmë mbylljen, dhe bëjmë gati për ta vendosur në furrë për t'u pjekur në një furrë të parangrohur në 200-220 gradë. Anët. Ta pjekim që ta kemi mundësi deri në fund ta sjellim në tryez. Dhe mos harroni pastaj yndyrën në sipërfaqe. Qetë të piqet dhe të marrë një ngjyrë të bukur. Edhe. Ky është byreku që sugjerojmë për sot. Pra, për fest apo jo, ne sillim një variant tjetër të mbushjes, byrek me mish të grirë, me pak qepë dhe me domate. Dihet që këto janë dhe përbërësit që ju patë dhe e ndoqët hap pas hapi, një pako me peta të gatshme, nëse nuk i doni që ti gatuani me peta të gatshme dhe keni kohë, mund t'i hapni dhe t'i shtroni njëra pas tjetrës më pas mbushjen. Mbushjen duke zbutur, kokrizuar pak mishin e grirë, qepën dhe domaten. Kështu është edhe lista e përbërësve, nëse kemi të shkruar mund ta tregojmë dhe ju i shkruani dhe i mbani gramaturat përkatëse. Petët pra, për t'i gatuar vetë dhe për t'i hapur me mielin ton Ola, 700 gram miell ju duhet, një lug çaj krip, pak vaj dhe ujë të vakët. Ndërsa mbushja me mishin ju do
500 gram mish të grirë, 2 qep të mëdha, 3-4 lugë gjelle vaj ulliri, 1 domate e grirë ose pak salcë, kri piper, pak trumz ose rigon të freskët dhe pak gjallë të tretur ose vaj për t'i spërkatur petët. Ne zgjodhëm që t'i përdorim të dyja. Ja, pa gëduar. Gjeshim anët. Se si u bën gjë furça. Pra, edhe, ja, fillojmë dhe kur e punojmë paksa për zbutjen ansore. Dhe gati për pjekje. Ky ishte byreku. Kaq shpejt në 10 minuta. Në furrë të paranjohur unë e kam tek 220 direkt me vrap sepse ju pret. Edhe pse mund ta sjellim byrekun në fak. E lëm të ftohet aty në tryez. Çfarë arome mirë që vjen. Ja. Atëherë, lëm të kullojë. Vendos vezët sipër që të duhen. Shumë pak do t'i lëm, sepse janë gati të thata. Po e rrit edhe pak temperaturën, ne shkëputemi për publicitet, dhe rikthehemi, do të kemi vendosur më pas edhe revanin, rikthehemi për të gatuar recetën e tretë, cilën nuk do ta gatuaj Albana, por sot heq dorë sot. Kë kemi ftuar në studio për të gatuar.